Drejtësia godet rjetin e narkotikve. 75 vjet burgim për 5 të akuzuarit e rastit të 400 kg kokainë. Në emër të popullit, trupi gjykus, një zëri merr dhe shpall këtë aktgjykim. Sistemi i drejtësisë në Republikën e Kosovës ka dhënë dënime kapitale për një nga rrjetet më të mëdha të trafikimit të narkotikëve. Gjykata ka dënuar me gjithsej 75 vjet burgim 5 të akuzuarit për rastin e importimit të 400 kg kokainë nga shteti i Brazilit. Organizatori kryesor i këtij rrjeti, Izet Sheqiri, pronari një kompanie ushqimore, u dënua me 20 vjet burgim ve 63.000 euro gjob. Të njëjtin dënim me burgim e mori edhe bashkëpunëtori i tij, Faton Vrajoli. 3 anëtarët e tjerë të grupit morën dënime që variojnë nga 10 deri në 15 vjet burgim. Sipas aktakuzës, lënda narkotike ishte fshehur me kujdes brenda ngarkesave me mish të bardhë dhe kishte hyrë në vendin ton përmes një terminali doganor në fushë Kosovë. Gjykata ka urdhëruar gjithashtu konfiskimin e plot të lëndës narkotike, vetë automjeteve të përdorura nga ky grup kriminal. Abonohu dhe qëndroni me ne për lajme të tjera. Deri në raportimin e radhës, na ndiqni në Storm Kosova.